Alarm në SBA, frikë nga agjentë sekret të Iranit që kanë hyrë ilegalisht. Frika nga atentatat e iranianëve që kanë hyrë në SBA gjatë viteve të fundit në mënyrë ilegale po rritet, ndërsa autoritetet amerikane kanë ngritur alarmin për praninë e mundshme të agjentëve të infiltruar, të njohur ndryshe si qeliza të fjetura, të cilët mund të aktivizohen në momente të caktuara me direktiva nga Irani. Sipas raportimeve të mediave amerikane, rreth 1500 shtetas iranian janë ndaluar në kufirin jugor të Shtetit të Bashkuar në vitet e fundit, ndërsa qindra të tjerë dyshohet se kanë hyrë pa u identifikuar. Ky zhvillim ka shtuar shqetësimet në nivelet të larta të sigurisë, pasi ekspertët parajmërojnë se rreziku real nuk qëndron vetëm tek ata që janë kapur, por tek ata që mund të jenë futur në territor pa u zbuluar dhe që mund të veprojnë në heshtje për vite me radhë. Termi qeliza të fjetura përdoret për individ që jetojnë në qytetar të zakonshëm, por që mund të aktivizohen në rast për shkallëzimit konfliktit apo me urdhër nga shërbimet e huaja, në këtë rast nga Irani. Frika është shtuar dhe më shumë në kontekstin e tensioneve të fundit me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, ku autoritetet amerikane druajnë për akte hakmarrëse apo operacionet fshehta brenda territorit amerikan. Zyrtarët e sigurisë kanë zhvilluar briefings të mbyllura dhe kanë kërkuar rritje të vigjilencës, ndërsa parajmërojnë se edhe një operativ i vetëm i pa identifikuar mund të përbëjë një kërcënim serioz.